Jemi në ditët më të mira të vitit, madje më të mira se sa dhe ditët e fundit të djeçit të Ramazanit. E këto janë dhe ditët e para të muajit Dhul Hijja. Shtoni punë të mira, shtoni ibadetet, shtoni adhurimet, shtoni leximin e Kur'anit, shtoni dhikrin. Bëni tasbih Allahun Azza wa Jall. Thuni la ilaha illa Allah, thuni astaghfirullah, thuni alhamdulillah, thuni Allahu akbar. Madhrojeni Allahun Azza wa Jall, nga se janë ditët më vlerë. Ata që kanë mundësi me agjeru, le të agjerojnë, nga se krejt dita atyre shkan me adhurim. Mundohuni dhe përqëndrahuni që t'i përgjigjeni thirrjes Allahut Azza wa Jall. Pastaj ata që s'kan mundësi me agjeru ndonjë ditë prej këtyre 10 ditëve, le të agjerojnë ditën e Arafatit, që në ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush agjeron me atë ditë, Allahu Azza wa Jall ja fal gjunahet e vitit të kaluar dhe vitit që vjen. Pas kësaj e kemi edhe një adhurim tjetër që kush ka mundësi me e kry këtë adhurim, le ta kryejë. Adhurimin e thërjes së kurbanit. Allahu Azza wa Jall na mundësoj që me i bëjë këto ibadete, këto adhurime, e me qenë Allahu Azza wa Jall i kënaqur me ne.